This is James Wright Foley, an American citizen of your country. Ky është James Foley, një nga qytetarët amerikanë të vendit tënd. Sot qeveria jote po sulmon në Irak dhe ka shkaktuar masakrë në vend. Çdo agresion ndaj muslimanëve është agresion ndaj atyre që kanë pranuar kalifatin si liderin e tyre. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living. Çdo lëvizje nga ti, Obama, që ju mohon muslimanëve të drejtën e tyre të jetojnë të sigurt në kalifatin islam, do të jetë gjak për popullin tënd. Pas publikimit të videos së ëma e gazetarit amerikan Diane Foley në një postim në Facebook, shkruante se kurrë nuk ishte ndjerë më shumë krenare për djalin e saj, i cili dha jetën për treguar vuajtjet e popullit sirian. Ndërkohë që vite më parë për rrjetin amerikan Fox News ai kishte treguar për jetimin e tij gjatë raportimit në Libi, ku ishte mbajtur peng. Interrogated me for 6 hours initially, and that was Më kanë torturuar për 6 orë. Njëri nga ata vinte si polici mirë, tjetri ulëriste se mendojmë se ti je spiun. E vetmja gjë që i thoja gjatë gjithë kohës është se dua të raportoj historinë ashtu siç është në të vërtetë. Unë jam gazetar. Në fund të videos së publikuar nga ISIS tregohet se një tjetër gazetar amerikan mbahet peng. This American citizen, Obama, depends on your next decision.